Nëse ti do shkosh gjithmonë në të njëjtën rrugë, do të takosh të njëjtit njerëz, do të pish kafe me të njëjtit njerëz, do flasësh për të njëjtat gjëra. Do ta dish madje edhe se çfarë mendon ai. Jeta mund të jetë, si thua, më e qetë, po koha do ikë më shpejt. Pra, nuk e sfidon dot veten. Zakonisht sugjerimi është që ti të kuptosh pikpamjen e kundërt. Do të thënë pse ai tjetri ka një gjë krejt të kundërt dhe duhet ta vizitosh. Do të thënë nëse ti ke lexuar vetëm materiale që mbështesin, po i themi, ideologji të majta, duhet kuptosh çfarë ndodh te djahta. Pse ka mbritur në këtë pikë që ti mund të mendosh se është i çmendur apo është i mrekullueshëm. Edhe kjo është një lloj ushtrimi, do të thënë, për të mësuar me mendimin kundër. Kjo për fat të keq mungon, por ka të bëj pak edhe me gjuhën, sepse unë e gjej veten vet, do të thënë kur shikoj algoritmi më sugjeron shpesh ndonjëherë çmendur, të jep material para 6 muajve. Portalet azëm që kanë vetëm tituj, ai e ditë azëm që më pëlqej Manchester United ose Real Madridin, edhe fillon të ushqen me lloj informacionesh që ty të duken interesante për t'i ditur, por në fakt janë thjesht abuzime, klikime që të ecin reklamat, pra që të vizitosh sa më shumë reklama. Ose portale abuzuese, ku diun, në tipin, do të thënë, që merren me jetët personale, çfarë mendon filanin? Vë foton e Bjornit aty, i fton njerëzit nga janë nga s'janë, do të thënë, hajde çfarë mendon për këtë. Dhe fillon pastaj ajo gjeneron komente. Algoritmi mendon që aty ka diçka interesante dhe ja shpërndan sa më shumë njerëzve. Dhe thjesht ti zgjedh dhe duhet bësh pastrimin. Është sekondë të pastron ambientin ku jeton, s'mund të rish në një ambient pa e pastruar. Është koha për të pastruar ambientin digital.